Fillimisht është e rëndësishme për të gjithë ne se çka do të ndodhë brenda 30 ditësh, sepse pra do të ketë konstituim të kuvendit apo jo. Nga se aktë gjykimi i gjykatës kushtetuese është mjaftë shpjegues, është mjaftë do thosha unë i qartë për ata që dëshojnë ta kuptojnë mirë, po nuk ka dhe spjegime të sakta, të prera, të qarta, konkrete për disa çështje. Prandaj, parimisht aty imponohet që partitë politike, deputetët, partia fituese dhe partitë tjera bashkërisht duhet të konstituojnë kuvendin. Kjo nënkupton që është aludimi i vendimit për një marrëveshje të domosdoshme politike për mirë kuptim dhe për konstituim të kuvendit. A kemi ne këtë gatishmëri dhe a kemi këtë atmosferë? Jo, për shumë arsye. Para është që të dy palët taborët, themi kështu, edhe ai fitues edhe këta të tjerët që kanë qenë opozitarë janë humbës, nuk i kanë fuqinë votuese, pra nuk i kanë numrat që ta votojnë as kryetarin dhe e kuvendit, ta konstituojnë kuvendin dhe as qeverinë. Prandaj jemi në një ngërç, ky vendim nuk mendoj që do ta zgjidh ngërçin dhe nëse nuk do të ketë vetëdijsim dhe një arsye të shëndosh, reflektim të gjithë deputetëve, të cilët vendimi ja takon i përmend, që kanë obligim kushtetues votimin dhe konstituimin e kuvendit dhe partitë politike, ne mund të kemi sagën e vazhduar edhe pas 30 ditësh dhe kjo është për të ardhur keq dhe për të trishtuar, jo vetëm për të friksuar të gjithë ne. Pra, vendimi përfundimisht aludon në mënyrë korrekte që të respektohen procedurat edhe të kushtetutës, edhe të rregullorës së punës së kuvendit, edhe të praktika parlamentare dhe përvojës parlamentare që ne kemi në zgjedhjet deri më tani. A do ta bëjnë këtë partitë politike varet prej tyre, dhe unë mendoj që definitivisht ky vendim tregon qartë që nuk mund sillet askush kështu në mënyrë kundërkushtetuese, se jo vetëm që bën thjesht shkelje të kushtetutës, por kjo mund të vlerësohet edhe si veprim antirendit kushtetues, përgjithsisht dhe rendit juridik, po edhe etikës dhe moralit të këtij vendi. Për arsye se kështu nuk mund të shkohet. Pra, mendoj që ky vendim definitivisht i ka dhënë kornizat, premisat, ka trasuar rrugën, stazat e duhura se si duhet shkuar dhe si tillë me që është obligim për të zbatuar për të gjithë pa dallim, unë mendoj që duhet të ketë reflektim nga të gjithë subjektet politike të ndrojnë qëndrim, të heqin dorë nga ato egot e tyre politike, inatët politike, ndonjëherë edhe të kufizuara me kufit patologjik dhe të thjeshta votojnë edhe kryetarin edhe nënkryetaret, pra të ketë mirë kuptim dhe të ketë bashkëpunim, siç thot vendimi i gjykatës kushtetuese, që unë e deshifroj si marrëveshje politike në mes të atë fituesit, koalicionit fitues dhe partive të tjera, po edhe reflektim, pra thirrje arsyes, lëshim pe nga të tjerët, të cilët mund të gjejnë zgjidhje edhe pa shumicën këmbgulse, e cila po trajtohet sipas tyre si bllokuese, po nëse ka vullnet mirë. Bazë disa indikacioneve që po shohim nga deputet, po shpresojmë që herën tjetër do të ketë mirë kuptim dhe deputetet do ta marrin dorë, pra jo artificialisht me çdo kusht të nënshtrohen disiplinës partijake, e cila nuk shkon në favor të konstituimit të organeve shtetit dhe të Republikës, por të veprojnë në përputhje me obligimet e tyre kushtetuese, të cilat ja përmend gjykata kushtetuese dhe i obligon, thotë keni obligim me fjalë tjera deputetëve që ta konstituoni kuvend. Kjo do të thotë që ta votojnë. Pa marrë parasysh kush ka më shumë e më pak, votohet kuvendi e pastaj, sepse vetëm atëherë hapet dera, qoftë për formim qeverisë, nëse jo i pari dhe i dyti nuk mund ta bëjnë, atëherë shkohet në zgjedhje të reja. Pra, deri atëherë ne jemi në pat pozicion, jemi në një paralizë politike ku nuk mund të shkojmë aty. Madje edhe në pyetjen e juaj duke u përgjigjur çka pas 30 ditësh, asgjë, sepse nuk ka mekanizma rregullativ. Se mendja njerëzore
edhe logjika juridike nuk kanë shkuar deri këtu ku po shkojnë këta zotrinj të zonja tona aty. Domethënë në një kufi të patolerueshmërisë politike, juridike, logjike dhe etike shtetërore. Sepse se ka marrë me mend as përpiluesi kushtetutës, as përpiluesi vendimit të gjykatës kushtetuese vitit 2014 se deri kaq larg për teke politike, për pafësi të tyre, pra pafësi që të krijojnë fuqi politike dhe numra, dhe mungesës së kulturës politike dhe ndjesisë dhe përgjegjësisë ndaj shtetit e ndaj qytetarit votues, të shkojnë deri këtu, këta njerëz thjesht janë për analizë psikoanalitike.